Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në daljen e radhës para gazetarëve këtë të mërkur, komentoi deklaratën e komisioneres për zgjerimin, Marta Kos, një ditë më parë, të cilat i cilësoi raciste dhe korruptive. Me sa duket, Berisha ka nisur një përplasje të re diplomatike me Bashkimin Evropian. Deklarata e komisioneres Marta Kos, një ditë pasi partia e saj fitoi zgjedhjet në Sloveni dhe si s'foli gjerdje, është një deklaratë e mirëfillt, raciste dhe korruptive. Nëse kemi të bëjmë me korrupsion politik apo korrupsion monetar, kjo është çështje e institucioneve të hetimit të Bashkimit Evropian. Por të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjet si ortak i tij. Berisha foli edhe për përplasjen mes Taulant Ballës dhe Elisa Spiropalit, për mungesën e kësaj të fundit në seancën ku diskutua imuniteti i Ballukut. Sipas tij, Spiropali po kërkon qiqra në hell. Elisa kërkon qiqra në hell. Elisa kërkon në shpellën e mafjes debat të hapur. Pra, kjo shpreha më e butë që mund të përdorja për kërkesat e Elisës. Kërkon debat të hapur për Lubin dhe ja kërkon taos. Ja kërkon taos debatin. Në kohë që e din që Skënderbuçi i saj është kryekput, është të themi lubia me pantallona. Kryedemokrati komentoi edhe shkarkimin e këshilltarëve në Durrës, për të cilët tha se nuk janë përjashtuar për mendimet, por për veprimet e tyre. Berisha tha se ata kanë punuar për Partinë Socialiste dhe kanë përdorur pushtetin për interesat e tyre personale. Më do të them se këtu para jush, në mënyrë të përsëritur, por edhe para antarësisë së partisë në Durrës, këta dy zotëri janë denoncuar nga Sali Berisha për qëndrimet e tyre antistatutore gjatë fushatës elektorale dhe qëndrimet si këshilltar të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Durrësit. Njëri kryetar, tjetri këshilltar. Pra, ata që pretendojnë se janë dëshkuar për fjalët, për mendimet, ata mashtrojnë veten dhe mashtrojnë të tjerë. Qofse punon për kandidatë e Partisë Socialiste dhe jo për kandidatë e Partisë Demokratike duke majtë postin që ke, ti ke majtur një qëndrim që ke nxjerrë veten vetë jashtë partije. Ndër të tjera, Berisha komentoi edhe arrestimin e 4 shqiptarëve në Beograd, pasi dyshohet se kanë nxitur urrëtie kombëtare përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale me simbole të Shqipërisë së Madhe. Kreu i PD-s u shpreh se arrestimet kanë ardhur me urdhër të presidentit Aleksandar Vučić. Berisha bëri thirrje për lirimin e tyre. Përndryshe, paralajmëroi protestë para ambasadës serbe.